çfarë ndodh kur arma tashmë është hequr, por plumbat sërish qëllojnë. Disa video të analizuar nga The Washington Post tregojnë se agentët federal në Minneapolis kishin siguruar tashmë armën e 37 vjeçarit Alex Preti përpara asaj të qellojë për vdekje. Siç mund ta shihni në këtë pamje, është e vërtetë që ekziston arma në brezin e të ndirit, por rrjedhimisht edhe shihet një mos koordinim ndërmjet agjentëve. Preti, infermier i kujdesit intensiv, po përballej me rreth 8 agent. Njëri prej tyre i nxjerr armën nga brezi, siç mund ta shihni, dhe largohet me të në dorë, me tytën poshtë të tokës. Por nuk mjaftohet me kaq. Me pak si 1 sekondë më vonë, dëgjohet e shkana apo. Nuk dihet nëse agentët e tjerë kuptuan se ai tashmë ishte i çarmatosur. Dhe kjo, që është dhasja e dytë nga agentët federal të Minneapolis në javët e fundit, autoritetet thonë se Preti ju afrua agentëve i armatosur dhe reagoi dhunshëm. Por pamjet të cilat janë realizuar nga qytetarët tregojnë krejt një verzion tjetër. Ai shihet duke folur dhe duke filmuar pa armën në dorë. Pas një përplasje, Preti edhe spërkatet me sprej djegës dhe disa agent përpiqen ta mbajnë në tokë. Një agent ja heq armën nga shpina. Në të njëjtin moment, një tjetër nxjerr armën e vet dhe drejton nga afër. Siç duket, edhe kjo ka qenë e shtena e parë dhe fatale, për shkak se pasojnë edhe shtena tjera. Preti bie në tokë dhe ngjarja mbyllet, por pyetjet jo. A ishte përdorimi i kësaj force i justifikuar apo një vije kaluar? Kush ka të drejtë dhe kush mban përgjegjësi? Përderisa është kritikuar qasja e administratës Trump, në anën tjetër Minneapolis po vlen nga protestat duke kërkuar largimin e saj nga ky qytet edhe mbylljen edhe si organizatë policore.